Nuk do të më tret dheu nëse ti im zot Noli dhe ti lamja im I vogël dhe të gjithë ata që e quajnë veten shqiptar, nuk do të çojnë kufomën time të tretet në tokën mëm. Kam lënë me janë edhe harxhimet e rrugës për trupin pa jetë dhe shumën për 2 metra vend në Shqipëri. Këto rreshta, që I paraprin lamtumirës së fundit fajkonicës nga kjo botë, më bënin të dëshiroja me zemër përmbushjen e këtij amaneti. Dhe sot, falë rrëfimeve të një pasnjëshme, me autorin e këtij libri, profesor Eris Rusen, unë mund të ndaj dëshminë e jetës sime me lexuesit në këtë libër. Ky libër rrëfen agoninë dhe ringjalljen time, rininë e pajetuar në diktaturë, momentet e arratisjes prej ferit e Europës, Shqipërisë komuniste, vendit më të izoluar të botës, deri në rënien e murit Berlinit, pastaj qëndrimi në tokën e ndërmjetme, në purgatorin grek të kampit me të arratisur politik nga të gjitha vendet e Europës në Greqi, e mëtej shtektimin, por dhe ringjalljen shpirtërore, fizike dhe morale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur shkela për herë të parë në tokën amerikane, më kaloi si në përëndër shtektimi I bërë dhe I thash vetes me një bindje që e kam të palëkundur edhe sot. Beqir Potka, je nga të vetmit që I mbijetove telave me gjemba, u arratisa nga Shqipëria si një I vdekur I gjallë. Tani është koha e të vërtetës së madhe. Ndërtoje jetën tënde dhe jeto. Nuk ka qenë një rrugtim I lehtë që të zgjedh ato që janë gjërat më të rëndësishme për t'i rrëfyer lexuesit. Shpirti im është I ngarkuar me ngjarje, episode, prapaskena, befasi, dashuri të mëdha dhe dhimbje tragjike. E në mes të gjithë këtyre ndjej përgjegjësi që të përzjedh ato që janë me rëndësi që të tregohen. Ky libër nuk dëshiroj që të jetë vetëm historia e një individi, e të vdekurit të gjallë Beqir Potka, që u arratis në kohën e pushkatimeve dhe telave me gjemba, por dëshmia e mirë e jetëve që për hir të lirisë guxuan dhe sfiduan të pamundurën. Në një kohë kur Shqipëria ishte vendi më I izoluar I Europës, kur çdo rrip toke ishte I lidhur me tela me gjemba, mbrohej me qen kufiri dhe ushtar që qellonin pa paralajmërim, nevoja për të arritur të pamundurën frymëzoi nga 2 gjëra që më kanë shoqëruar gjithë jetën: besimi tek Zoti dhe etja për liri. Jeta e çdo njeriu është e lidhur pashmangshmërisht me të kaluarën. E djeshmja është një barrë e rëndë që gjithë secili prej nesh e mban mbi supe. E kur ndodh të hapësh e të shohësh çfarë ka brenda asaj rëndese, dora mund të kapë peripeci dhimbje, por edhe lumturi e shpresë. Gjithçka fillon në janar të vitit 1988, kur në moshën 23 vjeçare mora një vendim të pakthyeshëm për t'u arratisur nga diktatura komuniste. E sot, 35 vjet më vonë, kur jam një prind I lumtur dhe krenar I 3 fëmijëve, bashorti një gruaje që më qëndron dhe më frymëzon çdo ditë I jetës me forcën dhe mençurinë e saj, kur bizneset e mia më kanë dhënë një komoditet për të cilin kam sakrifikuar në mënyrë të palodhur çdo ditë në Amerikë, është momenti të ndaj disa gjëra me lexuesit. Kjo është historia e jetës sime. Arratisja nga feri komunist, shtektimi I gjatë në purgatorin e tokës helene e në fund mbërritja në Amerikë, ku besoj se ëndrat mund t'i japin formë atyre që dëshiron dhe I ka të çmuara njeriu mbi tokë. Kjo ishte hyrja për figurën që kemi të ftuar në studion. Thuaj mirëmëngjes, I uroj mirëseardhjen Beqir Potkës, një sipërmarrës I suksesshëm shqiptaro-amerikan, pjesë e delegacionit historik që realizoi amanetin e Fajkonicës për t'u prehur në tokën mëm. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët, shumë kënaqësi që kemi pritur ftesën për të qenë I pranishëm në emisionin tonë në formatin radio televiziv. Mikael, shumë faleminderit ju dhe radio televizorit Korçës që më jepni këtë mundësi në radhë të parë që sot është dita e përvjetorit të madhit Fejik Bej Konica, që amaneti I tija u realizua 30 vjet më përpara si sot. Ti ke ardhur me një mision pasi sot në Universitetin Frans Tilianoli në orën 11 në ambientet e bibliotekës së Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, Departamenti I Gjuhës dhe Letërsisë dhe Departamenti I Gjuhëve të Huaja në bashkëpunim me Këshillin e Qarkut Korçë organizojnë veprimtarinë përkujtimore kushtuar të madhit Fejik Bej Konica, një prej mendjeve më të ndritura të kulturës shqiptare. Pra ky është misioni që ti ke ardhur dhe ke mbërritur në qytetin e Korçës. Kam ardhur apostafat për këtë, I ftuar nga Universiteti Fanolit dhe ndjej kënaqësi më të madhe që vetë universiteti dhe ju bashkë bëni këtë event ose këtë kronikë për njeriu më të madh shqiptar që ka bërë për vendin tim. Dhe siç u ndjeva 30 vjet shkuara që solla ishtrat e tija, ndjem dhe sot krenar që ju, televizori juaj,
bashkë me Universitetin e Panolit dhe Korçës time të dashur, që ishim 3 shqiptar, ishim 20 shqiptar, po 3 nga Korça, unë, Qerembardha dhe i madhi ja rrova emrin tani, nuk e mbaj më të mirë. Mbase të kujtohet më vonë. Megjithatë, kalojmë tek ky organizim. Ti do të kesh një fjalë rasti në këtë veprimtari kushtuar një emri shumë të madh siç është Konica, që vazhdon të mbetet i tillë me gjithçka që ka arritur të përcjell për sa i përket të kulturës shqiptare. Çfarë do të përcjellësh në fjalën tënde, shkurtimisht, sepse besoj do të jetë një fjalim që do të zgjas për minuta të tëra dhe do të përcillet në këtë veprimtari që do të organizohet. Më rikujtua emri, Anton Athanasi. Anton Athanasi, një figurë shumë e njohur. Dhe sa e këndshme, po sa e çuditshme, po sa e bekuar që Anton Athanasi, i Qerembardha dhe unë përfaqësonim eshtrat e tia të Fajkonicës, po dhe Korçën. Ishim ne të 3. Unë isha në atë kohë 26 vjet, shumë i ri, sa vajta në Amerikë, dhe kur mora vesh, u bëra antar i komunitetit Vatra, më merr i ndjeri sot Agim Karagjozi, që ishte kryetari i komunitetit Vatra, dhe më thot Mr. Potka, mund të vish thot të marrësh pjesën në eshtrat e Fajkonicës për amanetin e fundit që do sillshin në Shqipëri. Po me patjetër i them, po mos harro thot se kjo është vullnetare dhe çdo gjë do të paguhet nga çdo individ. Nga gjithë secili, Nga gjithë secili. ata që ishin pjesë e delegacionit do të merrnin pjesë me shpenzimet e tyre. Po. Dhe në fakt të them të drejtën atë kohë sa kisha vajtur dhe puna, gjendja ekonomike nuk ishte fort e mirë. Por sot Mikel, Perëndia ma dha atë guxim, atë dëshirë që amaneti i eshtrave të tia u soll në atë dheu ku ai dëshiron. Edhe u përmbush. Ne pam edhe hyrjen e kësaj bisede ku ai kishte përcjell një mesazh vërtet shumë domethënës dhe shumë të ndjerë, ku tregohej atë dashuria, pra dëshira për të prerë në tokën mëm, për të prerë në atë dheun e tij. E kishte lënë amanetin, edhe vetëm amanetin, por kishte lënë dhe gjithçka financiare për të përmbushur edhe pjesën e udhëtimit, edhe ato 2 metra dhe siç e përmend ai në atë mesazh ku ai prehet sot e kësaj dite me merit në tokën mëm. Si u organizua ky delegacion edhe si u përmbush pastaj ky amanet? Morët ftesën dhe më pas? Mikeli kanë kaluar shumë vite, si sot 30 vjet. Dhe unë dinja shumë pak për Fajkonicën, por viteve që mora pjesë si antar i komunitetit Vatra në Shtetet e Bashkuara, atje mësova kontributin e tij. Mikel, ky ishte një nga njerëzit më të mëdhenj. Dhe kam respektin më të madh që sot shqiptarët ta dinë kur shkojnë në dyert e migracionit, kur hyn në aeroport, ai që një nga këta që e njohi Shqipërinë me Shtetet e Bashkuara. Kontributi i tij ishte i paçmueshëm. Ishte një nga njerëzit më të mëdhenj që Shqipëria duhet i bënte sot për përvjetorin një festë të madhe si shteti shqiptar. Por me keqardhje, shteti i parë kur ishte Enver Hoxha, komuniteti Vatra i bëri letër që të sillshin eshtrat e tija, si pas amanetit të tija, si që the edhe ti që ai kishte lënë dhe argjimet, shteti shqiptar të asaj kohe e refuzovi. Më vonë, kjo ëndër u realizua nga bamirësia e disa shqiptarve, nuk e mbaj mend që ishim 22 a 20, nuk e mbaj mend, po gati 22 ka qenë një numër i konsiderueshëm shqiptarësh, që ram dakord. Ishit 3 ju nga Korça, po shqiptarët e tjerë nga ishin? Të tjerët ishin nga Maqedonia, nga Kosova, shqiptarë nga tëra trojet, po nga Korça ishin vetëm ne 3. Dhe bekoj Perëndinë që na dha këtë mundësi, këtë zemër, që aty që nuk e bëri asnjë lloj qeverie, asnjë lloj politike, e bën atë detarët.
shqiptar. Ata për cilët të vetë Konica kishte kontribuar, sepse dihet për gjitha kontributet që Konica ka bërë për gjithë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aq më tepër siç e the vetë ti, ishte një urë lidhse midis dy popujve, ka qenë një ministër shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një funksion diplomat, për të mos folur pastaj për pjesën e kulturës, publicistikën dhe çdo gjë tjetër, apo për thënien e tij shumë pikante që sot e kësaj dite i qëndrojnë realitetit shqiptar dhe natyrës shqiptare. Mikel, të dish historinë e Fajkonicës në lidhje me vendin ton, është i vetmi njeri që ne sot krenohemi si shqiptar. Mos harrojmë të asaj kohe, po flasim 120 vjet shkuara, nuk e njëjtë njeri Shqipërinë. Ai e njëjtë Shqipërinë me Shtetet e Bashkuara, me Kombet e Bashkuara, që ne sot, unë për shembull sot vajta si emigrant politik 36 vjet shkuara, ja ratisëm nga Shqipëria, po të paktën më njenin si shqiptar. Dhe këtë e bëri Fajkonica. Dhe nuk e di pse vetë qeveritë e politikës shqiptare nuk e vlerësojnë akoma më shumë, të paktën një ditëlindje, të paktën një përvjetor. Ja, Universiteti Panolit. Dhe duhet falenderoj Jonelën dhe Mr. Rusin. Mr. Rusi e krijovi këtë mundësi duke shkruar librin tim dhe i gjeti këto të dhëna që unë isha antar i pjesës të historisë të Eshtrave Konicës dhe sot ky bëhet event. Është bekim për Korçën, është mënyrë për Korçën dhe për ju si televizor. Si ndihesh sot pas kaq vitesh, 30 vite pas këtij misioni, sepse vërtet vlen ta quajmë mision, kthimi i Eshtrave të Fajkonicës në Shqipëri ka qenë një mision, një amanet që qëndronte për vite të tëra dhe u përmbush vetëm para 30 vitesh, viti 1995. Dhe u përmbush nga adhetarët. Nga shqiptarët, pra. Nuk është se bëri shteti gjë në këtë drejtim, edhe pse kishte filluar era e pluralizmit, kishte të paktën 4 vite që ishim në një sistem shumë partijak, e quajtën demokraci atëherë për mënyrën se si erdhën gjitha zhvillimet, por prap edhe qeveritë asaj kohe deri në 95-ën asnjëra nuk mori përsipër të përmbushte një amanet për një figurë kaq të shquar si Konica. Ishte i vështirë rrugëtimi i delegacionit tuaj për ta përmbushur gjithë këtë amanet? Ka qenë, sepse ai eshtrat e tij ishin në Boston, afër me Fanolin, por siç ishin dhe në jetë të dy. Siç ishin dhe në jetë të dy. Kraj njëri tjetrit. Shok të ngushtë, me një parim të bekuar që kishin ata që Shqipëria ishte e para, pavarësisht se mundësive që lejoshin në këtë shtet. Por Mikel mos harrosh që ata të dy e ndritën emrin e shqiptarit që unë sot jam krenar. Ju e pati edhe atje në video, unë isha shumë i ri në atë kohë, tash kam pak thinj, por ndjem shumë krenar që amaneti tia erdhi në duart e sigurta të atë tonë. Dhe besoj këtë krenari e kam patur të gjithë ata që ishin pjesë e këtij delegacioni. Po, dua të them, patët procedura shumë të gjata edhe hasët në ndonjë pengesë nga ana e pjesës shqiptare, se besoj nga pjesa amerikane nuk ishte pengesë. Në fakt, duhet jem shumë mirënjohës për këtë, sepse në atë kohë Sali Berisha ka bërë një pritje shumë të madhe. Ka qenë edhe ministri i arsimit Korçar në atë kohë Teodor Laçoja, ai e bëri këtë dhe njerë, Korçar ty në gjithmonë në zgjuarsinë. Po Korçar në Amerikën ka patur një lidhje shumë të ngushtë, shumë të hershme. Dhe ai e bëri të mundur që eshtrat e Fajkonicës u ceremonuan u zhvillua ceremonia në pallatin e brigadave, na dha një mikrobus në atë kohë, i bën të tëra ceremonit. Pra ka patur ceremoni zyrtare, shumë zyrtare për të përmbushur. Dhe më njohur për këtë që u bë. Mirë, kjo është një gjë e mirë sepse gjithçka puna juaj, përpjekja juaj, ajo nisme juaj për të përmbushur këtë amanet është përmbyllur më së miri edhe me pjesën e mbështetjes që keni marrë nga shteti në atë kohë, nga politika edhe figurat e asaj kohe, sepse Fajkonica e meritonte këtë nder të tillë. Edhe pse të vonuar shumë në kohë, përsëri besoj se ishte me vend që të merrte gjitha të mirënjohje dhe gjitha të ceremoni për të përmbyllur amanetin e tij.
Por në të njëjtën kohë duhet vlerësuar dhe dita e lindjes, dita për vjetorin e tij. Është ky njeri kaq i madh si unë që nuk e dinja kush ishte Pajkonica, po të rinjtë duhet ta dinë sot. Dhe sot si mua ka shumë Shtetet Bashkuara. Të dinë njerëzit e mëdhenj që kanë kontribuar për këtë vend. Nuk po flasim për një biznesmen ose një pak rëndësi janë këto. Edhe ata janë shembuj suksesi që vlen të përmenden. Por e mira është kontributi që bëhet për vatanin tonë. Sepse kjo është gjë e madhe që të rinjtë të kuptojnë që në Shtetet Bashkuar janë disa që kontribuojnë për MMD-un në forma të ndryshme. Të mos shikojnë sepse një biznesmen nuk e bën dot korçën të gjithë, por të paktën merr pjesë dhe të rinjtë po të marrin pjesë në këto evente, në emrat, bëhet akoma më bukur edhe Korça, edhe Adeu. Pa mirë që të kujtohen figurat, përpjekjet, kontributin që ata kanë dhënë në lidhje me gjithçka që ka patur zhvillim në atë kohë, që në pjesën e politikës, që në pjesën e kulturës. Ta dinë të rinjtë, sepse të rinjtë nuk dinë asgjë. Fëmijëve të mi jam unë ajo që u shpjegova kush është Pajkonica. Dhe kur e dëgjuan me vëmendje, çuni u përlot. Si ka mundësi baba tha që kjo dhe i tregon një video në 30 vjet shuara dhe me një zemër të madhe më tha, do ta bëj edhe unë sot tha, një gjë të madhe. Pra duhet ta ndajmë këtë, siç e ndani ju në radion televizorin Fanoli, Universitetit Fanolit, që këta njerëz të mëdhenj nuk duan asnjë gjë. Duan vetëm një respekt dhe mirënjohje. Respekt, mirënjohje, të kujtohen dhe mbi gjitha të sillen edhe si shembull frymëzimi, sepse në atë kohë ishin të tjera përpjekje, ishin të tjera zhvillime dhe këta figura kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm për ne si shqiptar, për atë që Shqipëria përfaqëson sot kudo në botë, në veçanti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ndalemi te kjo pikë, ti edhe pse jetën edhe punën e ke ndërtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përsëri ke lidhje të ngushta dhe të vazhdueshme me Shqipërinë. Flasim pak edhe për këtë pjesë që nuk të le që të rish radhë, besoj, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria për mua është si zemra jashtë trupit, nuk mund të jetoj dot. Kështu që zemra ime është këtu. Pavarësisht se kam 36 vjet, ja ratisur në 1989, i vdekur por i gjallë, ja arrita qëllimit. Me Shqipërinë më lidh në çdo aspekt të kulturës time, të traditave të mia, nuk mund të jetoj dot në Amerikë pa vendin tim. Dhe me kontributet që bëjmë neve në forma të ndryshme, arrijmë që njerëzit të njohim, të na njohin, japim mundësitë tona që kemi në çdo lloj fushe, të paktën unë për kraje, mbështetje në të gjitha mënyra, në shumë forma. Ndërkohë që në cilat fusha jepni më tepër mbështetje, çfarë keni zgjedhur kështu si grupime të caktuara, sepse ka grupime të ndryshme që kanë nevoja të ndryshme për të plotësuar. Fakti është që unë nuk kam biznes në Shqipëri, por me ato mundësitë e mia kur më është kërkuar nevoja, jam ndodhur çdo kujt në nevojë. Dhe kam lënë një histori me bekimet e Perëndisë që të ndihmoj atë që ka nevojë, po jo direkt me shtetin, direkt me individët. Pra të gjitha janë, le të themi, përpjekjet e tua personale. Kjo në bazë të ftesave nga grupime apo njerëz të caktuar? Janë të ndryshme. Unë nuk kam qef, e kam thënë edhe në libër që krenaria ime të madhe është thjeshtësia. Unë nuk kam qef të përmend ndihmat që jap. Por edhe s'ka arsye pse. Por atë e di ai që e ka marrë. Bravo. Por unë mirësinë e ndaj me çdo njeri. Atë që ka mundësi unë e bëj dhe vetëm kështu jetoj. Mirësia duhet të ndahet, sepse po mos e ndave mirësinë, unë s'do isha dhe sot këtu mbas 30 vjetësh. Ti e ke marrë një ditë kur kishe nevojë dhe sot po e jep për ata që kanë nevojë. Shumë e qartë. Ky është zinxhiri më i bukur i mirësisë që mua m'pëlqen. Dikur që merr bekime dhe merr të mirat në çaste të vështira, kërkon që këto të mira pastaj t'i ndaj me njerëz tjerë që kanë nevojë, ndoshta jo saktësisht si ai, po nevoja nga më të ndryshmet që jeta e sjell. Dhe kalojmë pak tek libri, si lindi ideja për shkrimin e librit dhe çfarë përmban ai në vetvete? Është e çuditshme se si fillovi historia e librit. Mr. Rusi bënte një panajir këtu përpara bibliotekës
dhe po shikoja librin, e kisha filluar vetë që ta shkruaja dhe kisha vajtur deri në 65 faqe. Pra ishte ideja jote, kishte filluar ti ta shkruaj. Po. Tash mos more ndonjë shtysë nga... Jo, Mikel, e desha këtë histori sepse unë vi nga një fshat i vështirë Lavdar, me një histori shumë të dhimbshme të politikës shqiptare të asaj kohe, nga stërgjyshrit, prindrit, baban ma kanë futur në burg, e të tjera. Dhe librin desha që historia... Vuajtje pa fund, si çdo shqiptar. Dhe pastaj që edhe udhtimi tim i arratisjes, desha që çdo i ri, i vogël apo i madh, nëse merr një vendim për të arritur diçka me bekimet e Perëndis dhe me vendimin që merr, realizohet. Dhe mbasi realizon vetveten që ti bësh dikushi, duhet ta kthesh atë mirësi, siç e thash. Unë nuk mund të ri, unë vi 6-7 herë në vit në Shqipëri dhe nuk mund të ri dot pa e ndarë atë mirësi. Por në të njëjtën kohë libri është shumë frymëzues për të rinjt, që jo se është vetëm ëndër amerikane, e vu me ëndër amerikane se unë atje e bëra biznesin. Po ëndra është ëndër thuaj. Ëndra është si në Amerikë, si kudo tjetër. Bravo, dhe një njeri duhet ta kuptoj. Dhe e them këtë me shpirt. Të mos pres nga prindrit, të mos pres nga shteti, të mos pres nga shoqëria. Po kur të ngrihet në mëngjes të thotë që shqyr që jam gjallë. Dhe unë mundem. Bravo. Kjo është shumë e bukur. Dhe unë mundem dhe nuk ka se kush të ndaloj ty kur ti merr një vendim. Dhe kjo ka qenë, unë nuk kam qenë shumë i zgjuar, por mora vendimin. Ja i vdekur e i gjallë, më vonë mora vendimin, bëra dhe një biznes, dhe kjo është Perëndia që më Dhe ndihmon. sot je ai që je në gjithçka që ke arritur nëpërmjet suksesit tënd. Dhe ke arritur të përcjellësh gjithçka në këtë libër apo të ka mbetur ndonjë gjë peng? Nuk ka ngelur. Në fakt lut Zoti që ta marrin këtë libër, qoftë edhe falas, vetëm ta lexojnë, sepse njeriu që lind mund të bëhet shumë i madh nëse do të dëshiroj. Dhe pavarësisht se është në Lavdar, është në Voskëpoj, është në Korçë apo është në Moravë, njeriu që do Perëndin, e dashuron vetveten dhe ka qëllim të bëhet dikushi, nuk ka asnjëri ta ndaloj. Duhet vetëm vendimin të marrësh. Në një mesazh, ke ndonjë mesazh drejtuar gjithë atyre që janë në shoqërinë, edhe ky që një mesazh shumë i bukur. Po ndonjë mesazh tjetër, meqense jemi edhe në fund viti, Krishtlindja, nata e ndrimit të viteve, njerëzit gëzojnë për të përmbyllur me sukses një vit dhe me shpresën dhe dëshirën që viti i ri do të sjellë edhe më shumë të mira. Korça lulëzon nga shpirti i njerëzve si ju, Mikel, që çdo njeri bën më të mirën. Korça lulëzon të rinjtë të besojnë që është zjarri i lumturisë për prindrit e tyre, për vendin e tyre, ta bëjnë sepse nuk ka rrugë tjetër, festa të gëzuara, sepse Perëndia kështu na ka sjell të gjithëve dhe të bëjmë mirësinë për njëri tjetrin. E dua Korçën fort, kam një miqësi shumë të afërt, lut Zotit që politika shqiptare me Korçën më duket në duart sigurta dhe të bëhet akoma më mirë. Urojmë dhe shpresojmë që të jetë kështu. Të falenderoj për pranimin tënd dhe në thuaj mirëmëngjes, ishte shumë kënaqësi për bisedën që ne zhvilluam, por edhe mbi të gjitha për atë që përsollëm për gjithë dëgjuesit dhe teleshikuesit e emisionit tonë. Mr. Mikel, shumë faleminderit që ma solle mundësinë, bekimet e Perëndis dhe festat e gëzuara. Edhe për ty, familjen tënde dhe çdo gjë që ti kërkon të arrish në vijim. Të uroj shumë suksese dhe mirë na u kthefsh sa herë që të dëshirosh në Korçën tënde të dashur. Faleminderit. Përshëndes dhe falenderoj dhe në emrin tuaj. Ishte Beqir Potka, një sipërmarrës i suksesshëm shqiptaro-amerikan, pjesë e delegacionit historik që realizoi amanetin e Faikonicës për të prehur në tokën më. Zhvilluam një bisedë shumë të ngrohtë dhe shumë miqësore. E mbyllim këtu këtë bisedë në studio.